shumë, pikërisht për të shpallë dëshmor, qindra të vrarë, që fatkeqësisht janë anëharres nga të gjitha regjimet, sepse asnjë qeveri deri më sot nuk është marrë seriozisht me problemet dëshmorëve. Në këtë kuadër vitet e fundit ne kemi punu dhe kemi shpallë 2-3 vjet të fundit rreth 500 dëshmorë të autonomit. Një shembull konkret, unë jam marrë me Kryenirin e Malësisë Madhe, meqenëse se jam me origjinë prej andej, dhe mas një pune disa vjeçare kam zbulu shumë dokumenta në arkivat e ushtrisë, në arkivin kombëtar, në materialet ndryshme në biblioteka dhe kemi arrit shpallim 278 dëshmorë. Ne kemi arrit në sajt kësaj pune të shpallim 278 dëshmorë të Kryenirisë Malësisë Madhe, që është numri më i madh i shpallur ndonjëherë në Shqipëri. Këtë kuadër më ka vazhdu punën, për shembull, para 2 muajsh shpallëm 37 dëshmorë të luftës Koplikut. Organizuam një ceremoni shumë bukur në Koplik, etj. Pra një ndër aktivitetet e mia këto vite si pensionist është kjo që të punoj për të ringjallë ato që